Allahun e falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për të ligave të shpirtit ton. Atë që Allahu subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb, ndërsa të cilën e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të pastër, shokëve tij të ndershëm dhe gjithë atyre të cilët ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, kur e marrim dhe lexojmë Kur'anin, e shohim se në këtë Kur'an Allahu na ka folë për këtë pejgamber të madh në shumë sure. Në plot vende në Kur'an e gjejmë që na flet për këtë burr të madh që është Ibrahimi alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam është një shembëltyr e qartë në Kur'an, apo me thonë më ndryshe, cili ka qenë derë ti Ibrahimit? Çfarë gojle ka pas Ibrahimi a.s. Ibrahimi a.s. dashurit e mi, e kishte një hall të madh. Çka ka qenë halli i tij? Për çka ka jetu? Për çka ka sakrifiku? Se nëse e marrim Kur'anin e këshyrim, e sheh se Ibrahimi ka polemizu me babën e vet, ka polemizu me popullin e vet, është baba pashu me mretin e asaj kohe. Kret këto e jepin një përgjigje dhe tregojnë se ky burr i madh ka sakrifiku. E për çka pas ka sakrifiku Ibrahimi a.s. përgjigje është e qartë. Ka sakrifiku Ibrahimi a.s. për tauhidin. Para të dhune ja kom kushtu këtë hutbe, këto minuta e kom qujt kujdesi Ibrahimit për tauhidin. Kujdesi Ibrahimit për tauhidin. Çka tauhidi? Se ndoshta ti kush e ndëgjon për herë të parë këtë fjalë. Fjala tauhid nën kupton apo përmbledh brenda fjala tauhid njësimin e adhurimit Allahut subhanahu wa taala, me adhuru Allahun vetëm, me besu Allahun vetëm, me besu Allahun në rububiyetin e tij, se ajo Zot që çdo gjë është në dorën e tij, mbikëqyr, sistemus, ajo që jep jetë, ajo që merr jetë, që kjo tauhidur rububiyye i thonë, njësimin e Zotim, njësimin në adhurim, tauhidul uluhiyye, me adhuru vetëm Allahut dhe mos mi bo shok atij. Edhe tauhidul asma'i was sifat është njësimin e emra dhe atributet Allahut subhanahu wa taala, me besu se Allahu posedon emra dhe ka cilësi, atribute që to i përfshin. Këto janë tri llojet e tauhidit, edhe në tauhidur rububiyye, uluhiyya wa asma'u sifat, njësimin e Zotim në adhurim dhe në emra dhe atributet Allahut subhanahu wa taala. Ibrahimi alayhis salam për çto ka jetu dashurit e mi. Ai nuk ka luftu dashurit e mi për famë, s'ka luftu për pasuri, s'ka luftu për pozit, po zemra e tij ju ka koll. Zemra e tij është djeg që njerëzit çka me adhuru vetëm Allahun. Ka qenë i sinqert, ka qenë i sinqert sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë për i burrave të sinqert dhe Allahu na tregon për sinqeritetin e tij. Dhe ka lavdu kur Allahu thot në Kur'an: "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Fa kujtoje Ibrahimin në librin tim, do thot në Kur'an, i cili Ibrahim ishte prej pejgamberëve të sinqert. Ka qenë i sinqert radiallahu anhu wa alayhi salatu wassalam. Wallahi ka qenë i sinqert, edhe i fort i sinqert. Për atë ai Ibrahimi alayhis salam e kishte një hall të madh. Ju digjte zemra e tij që populli i tij me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Edhe këtu është një mësim i madh dashurit e mi, se Ibrahimi alayhis salam me një herë atë digjen që e kishte në zemrën e tij e qitin praktik
Dhe filloj me i thirr njerëz në tauhid. E filloj më sporti me njerëz më të afërmit e tij, edhe kjo është një mësim i madh, që thirrja duhet të fillon prej të afërmëve, prej shtëpisë. Që thot populli, me afshi oborin vetit e jo halkit. Do zemonit ton s'lojnë obor pa fshi, a oborin e vetë lo me ko. Kjo gabim. Njeriu duhet me fillu prej shtëpisë së tij. Edhe Ibrahimi a.s. ashtu filloi me babën e tij. Shishoj këtë bisedë të bukur, këtë thirrje të ëmbël të Ibrahimit, këtë thirrje të butë të Ibrahimit a.s. tha, ja abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a. O baba im, Shishoj qasjen, shishoj butësin. Nuk i tha, o qafer, o mushrek. Se kush është baba Ibrahimit a.s. Baba Ibrahimit, në kohën e Ibrahimit, ishte njeri kryesor që i mbaroj ke idhujt zotat e reshën. Si tha o i poshtër, o pa besimtar. Ja tha, ja ebeti, o baba im, me fjallë të buta. Lime ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a. O bab tha, pse po adhuron ti atë që nuk dëgjon, nuk sheh dhe nuk ta sjell asnjë dobi? A mundet që ky zot dashurit e mi që tash më u kthyu në mi u lut? A mundet me ndihmu? S'mundet. Edhe Ibrahimi që sa bukur i drejtu. Tha o babsa, pse pi adhuron këta zota prej gurve që as nuk dëgjojnë, as nuk qohin, e as një dobi ty nuk ta sjellin. Që do të thot Ibrahimi a.s. me edukatën e tij të madhe, nuk e ofendoj, nuk e pashtroj babën e tij, por e thiri me butësi, tha, o baba im. Kështu duhet të jetë muslimani i vërtet. Kështu duhet të jetë ai i cili thirr në rrugën e Zotit, me i thirr njerëz me butësi. E sidomos kur on pyetje baba, nana, kujdes që po fol me nanën me babën. Kur fol me nanën e me babën, nuk jetë të fol me shok tu. Se jonë disa të ri për fatkeq, zemonit ton, ndoshta më të kujdesshëm jonë kur folin me shok të vetë se me nanën e me babën. Po i dashur jam, baba dhe non kur kush s'dvohet, i shpik, u mbyll debati, s'ka debat. Këtu s'ka debat. Ti po thonë këta kullerat, number 1, nona e baba. Tani number 2, number 3, number 4, ta s'ka më rëndësi. Çaj number 1 është më rëndësi më ku nona dhe baba. Se ata jonë sebe pas Allah subhanahu wa ta'ala për prezencën apo për ekzistencën tonë në këtë dynjë. Mos po pakon nona e baba pas Allah subhanahu wa ta'ala, ku ishe konti? Kush të edukoj, kush të riti, kush të shkalloj? Këtë këto e më pyte që du të mja bo, njëre u vetës du të mja bo. Shishoj Ibrahimi a.s. edukatën e ti, kur e filloj me babën e vetë, e thiri babën e vetë, edhe biseda është e gjatë, tash nuk mundem më undal, merë një surën Merjem, në surën Merjem e keni krejt, diskutimin mes Ibrahimit a.s. dhe babës vetë, kur baba vetë e refuzoj, nuk e pranoj thirin e djallit vetë, atër Ibrahimi zboni kompromis, se kompromis nuk kanë tauhid. Nuk o bo Ibrahimi laraman, që shë bot disa laramanat zemonit ton, s'ka kompromis në tauhid. Nuk ka, u largu, u distancu prej shirkut. U largu Ibrahimi a.s. me një herë. U largu. Pse se nuk ka kompromis në tauhid. Ma vonë Allah subhanahu wa ta'ala dashurit e mi, këtë Ibrahim a.s. e sprovoj edhe në vladin e ti. Allahu ja fali një vlad Ismailin a.s. në mosh shtyme, dini e kom përmendu në këtun mund mimber e kom përmend sakrificën që Ibrahimi a.s. e ka bo, edhe falë sakrificës Ibrahimit a.s. ne e bojmë një ibadet madhë që është kurbani, çdo kurban bajram kur prejmë, e kujtojmë sakrificën e Ibrahimit a.s. që ka dosh me e bo kurban e vladin e vetë. Kur Allah ja fali Ismailin në mosh shtyme, e sprovoj dhe i tha, o Ibrahim, me e bo kurban e vladin tëndë. Që ta Ibrahim herë dhe i tha, Ismail i tha, o djali jem, tha, unë kam pan andër duke të bo kurban ty. Sakrificë e madhe. Sakrificë e madhe. Para me ndosh tash i dashur jem, me të thonë dikush mere djalin tëndë bënë kurban.
Me dorë tënde, tash ka të farë krimineli ka. Ka si babalor që e merë evron e vladin e vetë. Ka dhe si e vlad që e evrojnë babin. Ama dallimi madh mes Ibrahimit a.s. Se Ibrahimi a.s. dashti me që urnin vend, urnin e Zotit. Edhe kjo ishte një shprovë. Çfarë shprove? Sepse Allah subhanahu wa ta'ala donte t'i tregonte njerëzimit se dashuria për Allah duhet jetë dashuri mbi gjithkon. Edhe kur e plotësoi këtë kriter Ibrahimi a.s. e tregoi se Allah është më i dashur, edhe se vlladi i tij e u dorëzu Ibrahimi edhe Ismaili u dorëzun urdhnit Zotit, atëherë Allahu ja u zbriti një dash të madh. Tha ja Ibrahim kad saddaqta ar-ru'ya. O Ibrahim dha e çove ëndrën vend, sprovën e çove në vend. Mos e preje vladin ton, po çaja ku e ki dashin e madh kurbanin, edhe është rituali i kurbanit që tash nuk është këtë temë që na muzot. E për çka e boni Ibrahimi këtë dorëzim? Çka ishte dorëzimi Ibrahimit a.s. e Ismailit? Ishte tauhid, dashurit e mi. Ishte besim, bindje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj përfund dashurit e mi se po hec koha, ndigoja hallet dertet e Ibrahimit. Edhe krahasoj tash te edhe une, a kem qësin e dertena. Shqe e lutjen që ja boni Allahut subhanahu wa ta'ala. Fa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha al-balada amina wa junubni wa bani an na'bud al-asnam. Fa o Zoti im, përkujto tha kur tha Ibrahimi, o Zoti im, bëje këtë vend të qetë, është fjala u lut për Mekën e bekume, bëje këtë vend të sigurt. Wa junubni wa baniya na'budu al-asnam, rujem mua dhe evlat e mi pe adhurimit ndaj idhujve. Shisho halli Ibrahimit, derti Ibrahimit, friga për veten edhe për fëmijët e vet, mos po bjen shirk. E çka është kjo? Është tauhid, dashurit e mi. Është tauhid. Tha më largo mu dhe bit e mi nga adhurimi i idhujve. Ai nuk kërkoj pasurit, dashurit e mi. Nuk kërkoj pallate, s'kërkoj mbretëri. Kjo tregon se edhe Ibrahimi që kishte miku i Allahut, e kishte frigun për shirkun, prandaj si mund të ndihemi të sigurt na. Ate e ki gajle, pe thom me fjallë më ndryshe, veten edhe familjen tonë, dhe se mos Zotin harujt po të bjen familja edhe ti po bjen shirk. E ki këtë gajle ti edhone. Për atë dashurit e mi, derti Ibrahimit, du të me konë edhe derti jëtë edhe jemi. Ky është derti Ibrahimit. Mos po bjen aj vetën shirk edhe fmit e ti, pasarst e ti. Atër ti edukojnë fmit në tauhid. Ti mësojmë fëmijët tonë që ti lutën veç Allahut. Ti mësojmë fëmijët tonë që të kërkojnë ndihmë vetëm prej Allahut. Ti mësojmë fëmijët tonë që zemrat e tyre të lidhin me Allahun subhanahu wa taala. Neve fëmijët tonë, nëse fëmijëve tonë dashurit e mi, nëse fëmijëve tonë ju lojmë pasuri, ju lojmë shtëpia që këto nuk bin kundërshtim me fe. Kur gjutë keqe s'ka ti me elon e vladin tënë të pasur e me shtëpi, binem kjo është e mirë. Po nëse ne kufizohemi veç me këto, me pas gajle me elon e vladve tënë pasuri, e shpi, e si ja mësojmë imanin, nuk ja mësojmë Kur'anin, nuk ja mësojmë atyre besimin në Allah, pasha Allahun i kem të rastu fëmijët tonë, e kena të rastu amanetin dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Nesër që i fëmi që ti kelon pasuri, i kelon parë ka me të ka përfyti, ka me të thonë, o babë, sa i kesh ko ke konë. Ma ke lidhë zemrën teme për dynja, s'ma ke lidhë zemrën për akiret, qysh me hi babun e në gjennet tash. S'ka gjennet pa besim o dashurit e mi. Gjennet nuk ka pa la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pik. Leni ti këto mbeturinat e akhiru zemonit që del këtyri farsharlatani, ndështë edhe hoxhi ma shtërën njerëz. Dele e thot, hajtë se kanë me hikrejti gjennet. Thushti gjennet, jo tokje ti, trashëgimi e babes ti.
Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë dashurit e mi, krejt ka thonë keni me hinë xhennet, qetësit i djali vogël. Qetësi se dy veta me fol, po më pengon loç ka me. Pejgamberi alayhi salatu wassalam çka ka thonë? Ka thonë krejt kanë me hinë xhennet, krejt ummeti jam kanë me hinë xhennet, veç ata që s'dojnë, që refuzojnë. Sahabët kur ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë deklarat, krejt kanë me hinë xhennet, veç ata që refuzojnë s'kan me hy, janë çudit. Ka thonë men ya aba ya Rasulullah, kush refuzon ka thonë i dërguami i Allahut. Kush ka që ata që po refuzojnë? Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men ata'ani dakhala al-janna, kush më pason mu ndjek mu ka me hyn xhennet, wa man asani faqad aba, e ai që më kundërshton mu, nuk shkon pas fjalëve të mia, ai ka refuzuar me hyn xhennet. Pasha Zotën, s'ki me gjet. Edhe nëse e gjen dije si çaj si po thot ka thonë pejgamberi, o ka rën nemën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që mundesh me gjet ndonjë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë me hyn xhennet njerëz pa thonë la ilaha illallah muhammedur rasulullah. S'ka. Debat i mbyllur. Para dashurit e mi, keni kujdes me evlat e juj, kujdes me fëmijët e juj. Unë e di që është fillimi i pushimit veror, kur fëmijët tanë kanë kryer shkollat. Elus Allahun që kanë qenë me sukses, e kanë mësu edukat, e kanë mësu dije, ajo dije me afru te Zoti, e me i bot dobishëm për vendin ton. Ama mos i leni fëmijët e juj tash dashurit e mi. Në këto 2 muaj do të thotë me shku dom ata me ndjek teke, sa i fëmijë nuk den, ato ton ditën e gati me lon në për lodra erin lodra. Po ndoja në një kohë tyre duke u mundu mja mësu me kry një obligim që e ki amanet që unë e kom përmend gjumon e kalume. Unë edhe një herë po du me bo thirje. Sikur që kam bo thirje në gjumon e kalume, na ditën e mërkure kem fillu me mësim besim gjamin tonë. Elhamdulillah gati 70 nxënësa kam prezentu. Kanë mungu dhe të tjerë që jo në përpushime, ku ta di që te i kalot numri 100. Për unë një fëmijë të dashurit e mi, për unë një fëmijë në xhami mja u mësu fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Unë e kuptoj që ti ki angazhime, dikush është në punë, del ndoshta në 8, kthehet në 4, në 5, në basdite, kur kthehet ajo i lodhum, e i raskapitum dën me pushu so lodh. Jena dëshmitar gjithë ne i vështërsit që i kem në vendin ton të vogël, vështërsit ekonomike, e di që bare madh është mbi babën, mu kujdes për evlat e krejt. Po hajde be që Allahu ka dash të ka lecu, që unë jam aj që kom e të ndimu, pruje fëmin këto, të martën, të mërkurën, të shtundën prej orës 11:30, pruje djalin tënë të me mësu, pruje qiken tënde, pruje me mësu që bashkarisht të ndërtojmë një shoqëri të shëndosh, bashkarisht të kontribojmë në një gjenerat që është gjenerat e arshme, jo fëmijët tonë dashurit e mi, tjenë një gjenerat që kanë me adhuru Allahun, tjenë një gjenerat që kanë ju bind urnave të Zotit. Wallahi nëse këto se bojmë, pasha Allahun e kanë të rrahtu amanetin. E kanë të rrahtu amanetin para Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu na përmisov gjendjen tonë. Allahu na falt. Allahu na e bof që në zemrat tona me madhuru të uhidin, me madhuru njësimin e Allahut në adhurim, me madhuru Allahun me bindje ndaj ti, duke u bind urdhnave ti. Atu ka kem qëllu për mirësive të Zotit, ku kem gabu për me dhe shejtanit, aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.